Prishtina vazhdon të zgjerohet dhe të ndërtohet me ritme të shpejta, por ju e dini që regjistrimi i popullsisë në vitin 2024 ka zbuluar një realitet që shkon përtej pamjes së kullave të reja. Popullsia e kryeqytetit është rritur me 14.4% krahasuar me vitin 2021, ndërsa numri banesave është shtuar me plot 56%. Familjet janë bërë më të vogla, mbi 1/3 banesave rezultojnë të pabanuara, ndërsa numri të moshuarve po rritet me ritme të shpejta. Po zhvillohet Prishtina sipas nevojave reale të qytetarëve, apo ritmi i ndërtimit e ka tejkaluar këtë planifikimin urban? Për të analizuar këtë realitet dhe për të kuptuar se çfarë pret kryeqytetin në vitet e ardhshme, kemi kënaqësinë që me ne në studio kemi arkitektin Bledion Baraliu. Faleminderit shumë, i nderuar. Kënaqësi. Atëherë, po ndërlidhemi me këtë regjistrimin e vitit 2024, i cili na tregon se Prishtina është rrit me 14.4% nëse flasim në numrin e popullsisë, ndërsa numri banesave në krahasim me këtë shifër është jashtëzakonisht më i madh. Ne kemi një rritje prej 56% të banesave në kryeqytet. Si do ta shpjegonim këtë disproporcion? Apo ndërtojmë më shumë se sa realisht kemi nevojë në kryeqytet? Mendoj që kjo çështje është shumë më komplekse se sa vetëm numrat dhe shifrat apo statistikat, të cilat fatmirësisht në vitin 2024 i kemi pasur dhe vite më parë kanë munguar, dhe kjo ka bërë shumë të vështirë planifikimin edhe në nivel shtetëror apo komunal, por edhe në nivel privat, sepse për çdo investim dhe për çdo planifikim është e nevojshme që të bazohemi në analiza, në fizibilitet dhe në statistika zyrtare, të cilat jo gjithëherë kemi pasur në dispozicion, por edhe ato që kanë shumë hapësirë për të diskutuar, jo për shkak të profesionalizmit të tyre, janë në nivelin më të lartë të mundshëm. Agjencioni i Statistikave të Kosovës ka bërë një punë të jashtëzakonshme me regjistrimin e popullsisë të vitit 2024, por për shkak të vetë faktorëve dhe parametrave të tjerë të zhvillimit edhe të shoqërisë tonë, edhe të lëvizjeve demografike, edhe të migrimit, edhe të lëvizjeve rurale, urbane, ndërurbane, por edhe të faktorëve të tjerë të cilat statistikisht janë të pamundura të faktohen. Ne nëse flasim me numra, i kemi rreth 35% të banesave të pabanuara në nivel të krejt Kosovës. Ka që madh është numri? Po, si që thatë edhe jo, është dikon mbi 1/3 e komplet banesave të cilat rezultojnë faktikisht të pabanueshme, por unë mendoj që jo të gjitha prej këtyre janë të pashfrytzueshme, sepse ne jemi një prej popujve që prap me statistika nëse flasin, jemi rreth 90% homeowners, pra 90% e popullatës janë pronar të një prone, të paktën një prone të cilën jetojnë, dhe është një statistikë që është e jashtëzakonshme dhe është vështirë e krahasueshme ose e replikueshme në vendet e tjera, sidomos të Bashkimit Evropian, ku për shembull në Zvicër kemi më pak se 50% e popullsisë. Se kemi këtë dëshirën që patjetër me pas të pronë tonë. Ndoshta ka të bëjë edhe për shkak të kaluarës tonë, të sfidave që i kemi kalu, të problemeve, të okupimeve, të luftës, edhe në fund krejt kjo është kurorzuar që për neve familja është shajt, është një bërtham, një qelul që edhe e ka mbajt gjallë edhe shtetin, edhe aktivizmin politik, shoqëror, social, akademik, kulturore të tjera, edhe si një bërtham shumë e rëndësishme, si një nukleus i shoqërisë, edhe gjithmonë krejt veprimtaria edhe puna ka shku drejt kurorëzimit që me pas paktën një pronë, një shtëpi, një adresë për secilin familje. Kjo është ndoshta një prej shumë arsyeve, dhe nëse kthehemi te numri i banesave që po i cilësojmë si të pabanueshme, pra ka shumë prona të cilat janë një pronar ka më shumë se sa një adresë të banimit, më shumë se sa një pronë, dhe jo të gjitha këtu janë të zbrasta. Nëse në regjistrim ato janë cilësuar si një adresë primare për një familje, dhe pandej ajo familje ka pasur 2-3 prona të tjera, disa prej tyre janë të shfrytzuara me qira dhënje, dhe ne e dim që një numër i konsiderueshëm i pronave që lëshohen me qira, jo gjithëherë janë të deklaruara pranë organeve të administratës tatimore të Kosovës. Në fakt janë goxha të rralla të deklaruara. Besoj që po. Faktori tjetër është që një numër i madh i banuesve aktual që janë në Prishtinë në regjistrim të popullsisë, secili
është regjistruar në komunat respektive për katse prej ka kanë origjinën, pra Prishtina është kryeqyteti i gjithë Kosovës, edhe numri njerëzve që gravitojnë në Prishtinë, edhe që jetojnë si banues permanent, por edhe që vinë për shkak të zhvillimeve të jetës politike, akademike, ekonomike, sociale, kulturore e tjera, është shumë e madh se sa numri aktual që është i regjistruar. Por këta njerëz që punojnë dhe veprojnë dhe jetojnë në Prishtinë, por janë me origjinë prej qyteteve ose fshatrave tjera të Republikës së Kosovës, kur është bërë regjistrimi i popullsisë, shumica atyre janë regjistruar në vendet respektive. Por ne kemi edhe këtë, kemi edhe këtë një diskrepancë mes të numrit të popullsisë, të banesave që munden me figuru të banueshme ose të pabanueshme, dhe realisht janë, por është i pamohshëm edhe fakti që ka edhe një numër i konsiderueshëm i pronave që janë të zbrasta. Dhe mandej këtu unë diskutim me kolegët sot, po flisnim për, nëse mund të themi kështu, blloqe të reja të ndërtuara në kryeqytet. Dhe ndodh që në 2 kate, 3 kate të jetojnë vetëm një familje, një pjesë konsiderueshme e këtyre apartamenteve janë të blera dhe prej diasporës, dhe ato shfrytëzohen në një periudhë shumë të shkurtër kohore, diku 10 ditë, hajde edhe 3 javë maksimumi, gjë që sipas banorëve të këtyre ndërtesave rrallë ndodh të qëndrojë më shumë se 10 ditë në to. Dhe kësaj kemi një numër të madh të banesave të pabanuara. Është e vërtetë, është e rëndësishme që ato banesa në shumicën e periudhës gjatë vitit janë të pabanueshme ose shumë pak të shfrytzueshme, sa shfrytëzohen mandej është irelevante, por në anën tjetër ne e dimë që diaspora është një prej promotorëve të zhvillimit ekonomik në Republikën e Kosovës dhe prapë ndërlidhet me atë dëshirën për të pas diçka në vendin tonë, në vendin e origjinës prej ka jemi, edhe kjo dëshirë ka shtyr që ata të investojnë, ta kenë nga një pronë të vetëm pavarësisht se sa shfrytëzojnë atë pronë. Do thotë edhe kjo është një prej faktorëve që ne mundemi me pa banesa që nuk janë të shfrytëzueshme në kapacitetin e plotë të tyre, por në anën tjetër duhet ta themi që edhe mungon kreativiteti në investime. Ne kemi një tendencë, nëse shohim komplet periudhën e zhvillimit prej pas luftës e deri më tash, në këto 27 vite të fundit, ka qenë në secilën periudhë kohore nga një trend i investimeve ku secili investitor mund të themi ka kopjuar ata. Për shembull, ka qenë një kohë pompat e benzinës, që janë edhe të nevojshme dhe funksionale. Mandej pa qenë një periudhë trendit të investimeve në pishina. Edhe o pa të bëjë gjithandej, o pa të mbush me pishina, shumica atyre sot janë të pashfrytëzueshme. Dhe këto mungesa e kreativitetit, ose ndoshta edhe analizës të mirëfillë se çka ne me të vërtet kemi nevojë dhe çka na duhet, e kemi jashtëzakonisht shumë nevojë për hapësira jashtë rezidencialeve, jashtë banimit pra, për hapësira dhe për objekte ose ndërtesa të cilat e rrisin nivelin ose cilësinë e jetesës për qytetarët e Republikës së Kosovës. Ne kemi mungesa të hapësirave për zhvillimin e industrisë kreative, arkitekturës, IT-s, për hapësira kulturore, ende nuk kemi teatër të operës, baletit, sallë koncertale, janë në proces të projektimit dhe të ndërtimit, por faktikisht nuk i kemi, dhe këto janë ato, është e natyrshme që mos t'i kemi ndoshta sepse kemi pas një periudhë kur është dashur të sigurohemi që të rindërtohemi edhe një herë prej keq shkatërimit të luftës, por tash jemi në një fazë që mund të orientojmë fokusin dhe vëmendjen drejt zhvillimit të objekteve ndërtesave që përmirësojnë cilësinë e jetesës. Konsideroj që jemi në një fazë ku duhet merrem parasysh edhe të dhënat, statistikat, informacionet, sepse duket sikur ndërtojmë pa u konsultuar, nëse mund të themi kështu, asnjëherë me këto të dhëna. Të paktën, nëse shohim numrin e anëtarëve të familjes, ne kemi një rënje edhe në këtë aspekt. Nëse dikur kemi pas një familje deri në 10 anëtarë, sot maksimumi e kemi në 5, hajde 6 anëtarë. Po merret parasysh kjo? Edhe këto janë shumë të rralla. Statistikat dhe analizat janë baza themelore, piknisja kryesore e pa evitueshme secilit projekt. Qofta e publik apo privat, sidomos projektet të karakterit publik që investohen prej fondit buxhetit të Republikës së Kosovës që janë projekte publike. Në anën tjetër, përpas këtyre statistikave, ato janë themelore për
nuk janë gjithmonë të mjaftueshme për me orientu investimin ose ndërtimin. Por janë të mira konsideroj që të paktën me marrë një informacion. Ka shumë zhvillime të tjera, edhe demografike, edhe gjeografike, edhe struktura e familjes, lëvizja popullsisë, nataliteti, mortaliteti e tjera. Na jemi vendi më i ri në Evropë me moshë mesatare mbi 60% deri në 35 vjet, por kjo statistik mund të ndrojë shumë shpejt për shkak se nataliteti bjen. Mandej është defragmentarizimi i familjeve. Familjet e mëdha që kanë jetu gjenerata prindve thonë që përmendet jo kanë qenë familje ku kanë jetu 3 gjenerata me një shtëpi. Gjyshi, baba dhe nipi. Ndërsa tash e shohim që familjet secili domethënë momentin që i krijon familje ka tendencën me kriju shtëpinë e vet ose me u zhvendos, pra edhe kemi defragmentarizim të familjeve, edhe kemi rënje të natalitetit. Nëse përpara kemi qenë mesatarja 4 fëmijë, 5 fëmijë në familje, tash është 1 ose 2 ose 3. Maksimumi 3. Dhe kjo ndikon drejt për së drejti dhe mbi të gjitha është edhe një faktor tjetër që në vendet e tjera të Bashkimit Evropian merret shumë parasysh është struktura familjes. Për shembull, në një statistikë interesante në konferencat që marrim pjesë dhe prezantojmë edhe Kosovën edhe përfaqësohemi, por edhe kemi mundësi të marrim informata të vlefshme. Ka qenë një statistikë që për mua ka qenë mjaft befasuese ku në Austri një numër shumë i madh, një përqindje shumë e madhe familjeve janë të divorcuara. Dhe tash kjo ka bërë që mos me pas më nevojë për organizim tradicional të kthina, me pas qëndrimin ditor, me pas si kthim kryesor, me pas dhomat e fjetjes, sepse bërthama, struktura, baza e familjes ka ndryshuar. Nevojat e kërkesat e njerëzve që jetojnë brenda banesave ka ndryshuar. Tash domethënë dhoma e fjetjes ka po zhvendoset me qenë hapësirën kryesore për shfrytzues e atyre dhomave. Për fëmijë, për nanë, edhe mandej me pas një hapësirë të përbashkë ku duhet veç domosdoshmërisht me shku me hangër, me pi edhe me ndajt nëse dojnë. Pra, ka shumë faktorë që duhet me marrë parasysh. A i marrin parasysh në Kosovë? Nuk besoj që i marrim atë sa duhet, por do të duhej të marrim parasysh, do të duhej të kemi sa më shumë analizat të tilla, sa më shumë grupe të ekspertëve që i trajtojnë këto çështje dhe mbi të gjitha informacioni sot është arma më e fuqishme. Jemi në kohën e epokës digjitale ku këto informacione kanë me qenë në shfrytëzim edhe të inteligjencës artificiale dhe vendimet kushtimisht në të ardhmen nëse do të merren nga kjo inteligjencë artificiale kanë u bazuar nga këto dhëna. Dhe është shumë e rëndësishme se çfarë burimi të dhëna përdorim dhe mbi të gjitha ti krijojmë të dhënat e duhura që i kemi si lëndë parë për produktet finale që në këtë rast për arkitekturë janë ndërtesat që ne i projektojmë. Kur flasim për Prishtinën, ndërtesat që janë ndërtuar dhe po ndërtohen në kryeqytetet, të cilat duket sikur po zgjerohen dhe po largohen prej bërthamës së kryeqytetit, çështja e parë që diskutohet janë shumë atë marrëmend se që duhet pasur secili prej nesh që dëshiron me pas një banesë, një apartament veti në kryeqytet. Është e vërtetë, është evidente kjo, por në anën tjetër mendoj që këto vlera ose çmimet e tregut ne jemi në përkojnë me cilësinë e asaj çfarë ofrojnë? Jemi në konkurrencë të lirë të tregut dhe gjithmonë duhet të jenë në proporcion të drejtë kërkesa dhe oferta. Momentin që ka kërkesë, duhet ta plotësojmë këtë kërkesë me një ofertë të caktuar. Ne po flasim në rastin kur oferta apo themi kushtimisht është më e madhe se sa kërkesa, në anën tjetër çmimet nuk po bijnë. Dhe prapë këtu ka shumë faktorë që ndikojnë në ngritjen e çmimeve. Dhe kjo ngritje është zinxhirore edhe në vendet e tjera, në shtetet e tjera, pra nuk është specifike veç për shtetin tonë ose veç për kryeqytetin e Kosovës për Prishtinën. Ka shumë faktorë që ndikojnë prej fuqisë punëtore, prej ngritjes së materialeve, ka faktorë që janë në dorë të shtetit përmes politikave të ndryshme ekonomike, fiskale edhe lehtësirave që i krijojnë për investitorë, për biznese, që mundet me ndiku në balansimin ose në mbajtjen e stabile të çmimit të tregut, por ka edhe faktorë të jashtëm që nuk varen hiç prej shtetit tonë. Luftat në Iran e gjërat e tjera globale që janë jashtë duarve edhe të shteteve më të zhvilluara evropiane e perëndimore, sigurisht që kanë impakt edhe në shtetin tonë dhe ndikojnë edhe në ngritjen e çmimit që shpesh herë bëhet i papërballueshëm për ekonominë që e kemi dhe për të ardhurat që i gjenerojmë. Këtu mandej prapë është dora e shtetit, e institucioneve përgjegjëse që
të punoj intensivisht në mënyrë që të krijoj edhe buxhet më të madh, po edhe politika më të favorshme për qytetarët, duke bërë edhe ngritjen e pagave, edhe nivelizimin e çmimeve të tregut. Kjo nuk është shumë fushë në të cilën jam kompetent të flas, është mendim personal si qytetar i këtij vendi, që ballafaqohemi me probleme dhe sfida të njëjta secili prej nesh, në mënyrë që të mbahen në kontroll dhe të minimizohen këto faktorë të jashtëm që ndikojnë në vështirësimin e jetës qytetarëve. Ka shumë për me folë për Prishtinën, për objektet e saj të pafund, për zgjerimin e saj jashtëzakonisht të madh që po bëhet në këto vite të fundit. Por ajo që diskutohet më shumë është po e betonizojmë Prishtinën. Ne ndërtojmë pafund ndërtesa, madje nganjëri kemi aq afër dritaret sa nuk na duhen shkallët për të kaluar nga një objekt i tjetri. Dhe kemi kaq pak hapësira të gjelbërta, kemi kaq pak vende të cilat do t'i dedikoheshin kulturës dhe aktiviteteve të tjera të cilat ju i përmendet. Por unë do doja të ndalem pikërisht tek mungesa e këtyre hapësirave të gjelbërta, të cilat ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetës së qytetarëve të këtij vendi. Ndikojnë dhe jo vetëm që ndikojnë, por kanë një impakt të theksuar mjaft të madh në jetën e secilit prej nesh. Sepse jeta zhvillohet në ciklin... Sepse është bërë një lloj luksi me pas një hapësirë gjelbruese para banesës. Në komplet ciklin prej momentit që zgjohemi derisa flajmë zgjohemi përsëri. Pra nuk mjafton me pas të zgjidhur veç një pjesë të problematikës gjatë krejt të aktivitetit tonë ditor. Në këtë rast pjesën e banimit ose të fjetjes, që edhe ajo është mandej diskutabile, a mundemi me bëj gjumin si duhet nëse kualiteti, cilësia ndërtimeve është në nivelin e dëshiruar dhe të kërkuar me legj dhe me rregullore, nëse izolimin mes të apartamenteve është i duhur në bazë të normativave teknike arkitektonike, nëse kemi normativa arkitektonike të cilat janë të detyrueshme që ne ende nuk i kemi në nivel të shtetit tonë dhe ne sa projektojmë thirremi në norma evropiane, i adaptojmë ato, sepse nuk kemi norma tona të cilat janë të detyrueshme. Dhe në këtë sens, nëse flasim, kualiteti i projektimit është mjaft i mirë marrë parasysh që nuk kemi kufizime. Pra, ato mbesin në diskrecion të projektuesve, por çka është e detyrueshme dhe çka mund të bëjmë është vëmendja drejt hapësirave publike. Dhe këtu hyn së pari dora shtetit, qeverive komunale dhe qendrore, ne nuk kemi ende plan valid hapësiror të Republikës së Kosovës që e orienton zhvillimin e shtetit për një periudhë deri në 50 vjet. Pra, ka një sër dokumentesh që e plotësojnë njëra tjetrën dhe e qartësojnë e saktësojnë. Prej planit hapësiror të zhvillimit të Republikës së Kosovës, që është plan general që e orienton ka duhet me u zhvillu komplet shteti, deri në planet zhvillimore komunale, planet rregulluese, planet detale, tash edhe hartat zonale se një dokument shtesë që është që mandej krejt këto që po i flasim janë të rregulluara me ligj dhe nuk lëshohen lejet ndërtimore pa u siguru që një objekt i respekton distancat, pa u siguru që ato hapësirat brenda janë kualitative, janë mjaftueshëm të shfrytzueshme, nuk kemi dhomë 2 metra me 3, nuk kemi dhomë të gjatë 7 metra që nuk kënë drita diellit kur në fund të asaj kthine, edhe mbi të gjitha kemi hapësirat esenciale të nevojshme publike që krejt ata banorë që me një vend ku ka qenë një shtëpi individuale banimit, rënohet edhe bëhet një objekt 10 kat, mbetet rruga e njëjtë, gjërësia rrugës e njëjtë, mbesen instalimet infrastrukturore të njëjta, që është shumë problem, shumë sfidë me funksionu, me ujësjelës, me kanalizim, me rryme, me tjera, dhe mbi të gjitha hapësira publike është pothuajse e njëjtë. Kështu që unë do të kisha bërë thirrje që të gjithë akterët që duke fillu prej projektuesve, po mandej edhe të ligjvënësit që bëjnë rregullore, edhe të ata që janë të zbatuar, edhe ata që i zgjedhim që t'i udhëheqin këto procese, pra qeveri qendrore dhe lokale, të kthejnë fokusin drejt arkitekturës dhe drejt urbanistikës, drejt përmirësimit të cilësisë së hapësirave publike. Tash e kemi komoditetin me marrë me këto hapësira nëse po themi kushtimisht që më parë kemi pas probleme dhe prioritetet të tjera më të mëdha. Tani nuk na falet. Tani nëse gabojmë nuk na falet, e kemi ekspertizën, e kemi dijenin, e kemi njerëz të kualifikuar që mund të udhëheqin, veç duhet me ju dhënë hapësirë edhe me pas vullnet me ndërtu mirë edhe mbar, ashtu siç besoj secili që e zgjedhim
do të duhet ta kishte të paktën këtë orientim. Zotri Baraliu, të falenderoj shumë për kohën dhe gjitha informacionet që ndave. Kënaqësi, faleminderit juve.